Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Pijeni 30 minuta para gjumit, ul sheqerin në gjak dhe pastron mëlçin tërësisht. Dr. Erik Berg ka treguar për përfitimet shëndetësore të pijes së një pije të veçantë vetëm 30 minuta para se të flem gjumë, e cila do të ndihmojë në uljen e niveleve të sheqerit në gjak, pastrimin e mëlçisë dhe gjithashtu lehtësimin e dhimbjeve të kyçeve. Ai shpjegoi se ju mund të përdorni ujin e karafilit për gjumë më të mirë, shëndet oral, shëndet të zemrës, shëndet të imunitetit dhe më shumë. Karafili ka veti të fuqishme, antibakteriale dhe antifungale, antikandida dhe antivirale, pa praktikisht asnjë efekt ansor. Dr. Berg vazhdoi të përvijojë ndikimet pozitive të kësaj përzierje me erëza duke thënë: pirja e ujit me karafil përpara gjumit mundet që t'ju ndihmojë ju të relaksoheni, të detoksifikoni mëlçin dhe gjithashtu të përmirësoni tretjen. Ai mund të përdoret gjithashtu për çështjet e frymëmarrjes, si për shembull bronkiti, mukoza në mushkëri, ftohja, kolla dhe azma. Uji i karafilit mbështet funksionin njohës, një zemër të shëndetshme dhe një funksion të fortë imunitar. Ai është një qetësues natyral, kështu që mundet të përdoret si një ndihmë për gjumë pa efekt ansor të ilaçeve të gjumit. Si të bëni ujë me karafil? Për sa i përket krijimit të një pijeje ushqyese, Dr. Berg ka ndarë metodën e tij për të bërë ujin e karafilit. Për të bërë ujë me karafil, ju duhet që të zgjeni 4 deri në 5 karafil në një filxhan ujë. Ulni nxehtësinë dhe lëreni që të zgjejë për plot 5 minuta. Mbulojeni ujin ndërkohë që është duke zgjerë për të parandaluar daljen e avujve. Lëreni ujin e karafilit të ftohet për 1 orë dhe më pas konsumojeni atë 30 minuta përpara se ju të flini gjumë. Një studim i vitit 2019 të zbuloi se individët me dhe pa prediabet, të cilët konsumuan 250 mg ekstrakt karafili çdo ditë për 1 muaj, përjetuan një rënje të ndjeshme të glukozës në gjak pas vaktit. Studime të tjera gjithashtu treguan se ekstrakti i karafilit ishte më efektiv se një placebo në uljen e niveleve të sheqerit në gjak tek subjekte të shëndetshme, duke sugjeruar potencialin e karafilit për ata të cilët synojnë të mbajnë nivele të ekuilibruara të sheqerit në gjak. Është e rëndësishme gjithashtu të theksohet se për ata me diabet, eugenoli në karafil mundet gjithashtu që të ndihmojë në uljen e glukozës në gjak në nivele të sigurta, por konsumimi i tepërt i karafilit mundet që të çojë në hipoglicemi, e cila mund të jetë e rrezikshme. Një studim i vitit 2022 tregoi se karafili mundet gjithashtu që të ndihmojë në riparimin e dëmtimit të mëlçisë, e cila është e shkaktuar nga substancat e dëmshme tioacetamide. Komponimi eugenol i gjetur në karafil mundet që të jetë veçanërisht i mirë edhe për shëndetin e mëlçisë. Dr. Berg vuri në dukje, karafili mund të ndihmojë në mpirjen e dhimbjeve të dhëmbëve dhe eliminimin e mikrobeve gjithashtu. Ata janë patentuar për përdorimin në shpëlarjen e gojës, pastën e dhëmbëve dhe gjithashtu në trajtimin e gingivitit. Karafili gjithashtu mundet që të rrisë rrjedhjen e tëmthit dhe enzimat e tretjes. Një studim i botuar zbuloi se vaji i karafilit funksiononte më shpejt, zgjati më shumë dhe njëkohësisht ai ishte më efektiv për dhimbjet e dhëmbëve sesa benzokaina. Një studim tjetër krahasoi eugenolin dhe hidrokortizonin dhe zbuloi se efektiviteti ishte i barabartë ose edhe më i madh në reduktimin e ëndjes dhe të skuqjes së lëkurës.
Ju mund të përdorni karafil për të bërë një salcë ose një lëng për të pirë para gjumit. Mund të përdoret për dhimbje dhëmbi, biofilma, dhimbje muskush, dhimbje në kyçe dhe më shumë. Vaji i karafilit mundet të përzihet me vaj ulliri ose kokosi dhe të masazhohet direkt në nyja. Gjithashtu, dobitë e karafilit nuk përfundojnë këtu. Ai është anti-inflamator. Kokrat e karafilit lehtësojnë inflamacionin në gojë, mishrat e dhëmbëve, afte, herpes, stomaku dhe dhimbjet e fytit. Në këtë raste duhen mbajtur në gojë si karamele, duhen përdorur si çaj ose si gargar me disa pika vaj. Ndihmon tretjen. Të pastura me fibra gonxhet parandalojnë kapsllokun ndërkohë që nxisin prodhimin e enzimave ndihmuese për sa i përket realizimit të procesit të tretjes. Që karafilit ju ndihmojë sa më shumë me tretjen e mira është ta konsumoni në formë pluhuri ose të përzier me mjalt, kundër erës së keqe të gojës. Në qoftë se ju keni një takim të rëndësishëm, e mira është që të përtypni pak karafil. Kështu ju do të largoni edhe erën e keqe të hudhrës në qoftë se do të keni ngrënë pak para takimi. Gjithashtu, është plot me antioksidant. Një tjetër dobi është se kokrat e karafilit janë 80 herë më shumë me antioksidant se sa një mollë, kështu që konsumimi i këtyre kokrave ndihmon në luftën kundër plagës së qelizave. Dhimbje dhëmbësh. Vaji esencial i karafilit është një ilaç i shkëlqyer natyral për të trajtuar dhimbjen e dhëmbëve. Mjafton të vendosni një kokër karafil pranë vendit ku ju keni dhimbje dhe të prisni për disa minuta. Dhimbje koke. Përtypja e disa kokrave karafili ose çaj i tyre është një mënyrë e shkëlqyer gjithashtu për të lehtësuar edhe dhimbjen e kokës dhe për të parandaluar lodhjen mendore. Afrodiziak. Çaji i kësaj erëze është konfirmuar për fuqinë e tij afrodiziake dhe gjithashtu ato i japin fuqi çdo pjate me të cilën ato shërbehen. Antimikrobik. Çaji i kësaj erëze përdoret për të luftuar mykun e lëkurës, shpesh së bashku me trumzën dhe gjithashtu korianderin. Vetit antibakteriale. Sipas një studimi në Buenos Aires, vaji i karafilit mban larg bakteret si E. coli dhe gjithashtu këshillohet që për 21 ditë të realizohet gargar bimore me vaj karafili dhe borziloku si një mënyrë për të përmirësuar shëndetin e gojës, për të konservuar gjithashtu ushqimin. Kokrat e karafilit pengojnë procesin e oksidit të lipideve dhe gjithashtu duke bërë që ushqimet tuaja të ruhen më gjatë. Nga ana tjetër, mundet të parandalojë dhe të vjellat. Kokrat e karafilit përdoren edhe kundër të vjellave, problemeve në tretje dhe shqetësimeve intestinale. Si përgatitet çaji i karafilit? Përbërësit janë 3 deri në 4 kokra karafil, 1 gotë ujë. Përgatitja. Mbushni një çajnik me ujë, shtoni aty dhe kokrat e karafilit dhe vendoseni atë që të ziejë. Sapo të ziejë, mbulojeni atë me kapak dhe fikni zjarrin. E lëm për 10 minuta derisa çaji të jetë ende i vakët. Mirë po, duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim që të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, ne ju sugjerojmë që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse gjendja juaj është kronike, atëherë me patjetër ju duhet që të shkoni tek mjeku juaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video
në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!